Shërbimit e stacionit të policisë Shëngjin në bashkëpunim me forcën e posaçme operacionale Shqiponia, bazuar në harximin e zonave me risk për ndotje akustike dhe në ankesë të qytetarëve, kanë vijur kontroll në terren. Në kohë e këtyre kontrolleve janë testuar matet të zhurmës disa ambiente dhe subjekte të hapura të mbyllura në zonë turistike për verifikimin e respektimit të nivelit kufit të lejuar të zhurmës, sipas përcaktimit të ligjit numër 9774 datë 2007-2007 për administrimin e zhurmës në mjedis, i ndryshuar nga matjet e kryera sipas procedurës standarde, është konstatuar te kalimi i nivelit të lejuar të zhurmës në një lokal në Shëngjin. Për këtë shkelje, administratorja e lokalit, shtesja e 37 vjeçe, u ndërshkua masë administrative 200.000 lekë të rinj. Krahas matjes së nivelit të zhurmës, strukturat përgjithëse kanë ushtruar kontrolle për respektimin e orarëve të lejuar për gjenerimin e muzikës në ambient të hapura në zona apo qendra të banuara, i cili është nga ora 11 deri në orën 24, njëkohësisht vjen zbatimi intensiv i detyrave të parashikuar në plan e masë për garantimin e sigurisë publike gjatë sezonit turistik veror. Policia Lezhës mbetet e angazhuar për të garantuar një mjedis të qetë dhe të sigurt për banuesit dhe vizitorët, thuaj njoftim.